Prokuroria themelore në Mitrovic ka urdhëruar që të bëhet rifillimi i numërimit të fletvotimeve në këtë qendër të numërimit. Kjo erdhi pas njoftimit të kompanisë, të cilët vetë pranuan gabimin teknik që kanë bërë në shtypjen e fletvotimeve. Komisioni qendror zgjedhor ka njoftuar se brenda kësaj qendre në periudhën kur do të ndodh procesi i rifillimit të numërimit, do të janë prezent 2 hetues policor. Nga Partia Demokratike e Kosovës, mëngjesin e së martës kanë konfirmuar se do dorëzojnë ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Të njëjtit po ashtu kanë kërkuar të shkojnë në rivotim. Mbrëm, Kallxo.com raportoi se me urdhër të kryeprokurorit Niazi Rexha ishte ndërprerë procesi i numërimit të fletvotimeve, ndërkaq që nga Partia Demokratike e Kosovës së bashku me LDK-n dhe me OAK-n, të cilët pra kanë një koalicion, e kanë bojkotuar këtë proces. Kujtojmë se në orët e para të ditës së sotme, prokuroria ka urdhëruar që të ndërprehet procesi i numërimit të fletvotimeve. Ky vendim ka ardhur pas ankesave të komisionerëve, të cilët kanë adresuar në prokurori se ka pasur paregullsi me numrat serek e po ashtu manipulime me fletvotime.